Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Këtë ditë do ta nisim fillimisht me Egli Takon, me një paralajmërim për një denoncim që ka ndodhur kundërdrejt të prishjes së imazhit edhe shpifjes, në këtë rast kundër artistes Egli Tako. Ditën e djeshme në për faqe të ndryshme në për rrjetet sociale është shpërndar një postim, një fotografi ku Egli Tako thuhej që ka udhëtuar me të dashurin e saj të ri drejt Turqisë, do të thënë një ndër faqet më të mëdha edhe në TikTok, e njohur për postimet të lajmeve më të fundit të artistëve shqiptar, lëvizjet e fundit, ka shpërndar këtë postimin duke thënë që Egli Tako po udhëtonte diku me të dashurin e saj të ri. Postimi është ky: Egli Tako në lidhje të fshehtë me biznesmenin e njohur, duke bërë tak edhe biznesmenin, që do të thënë është prekur në të drejtat etike, dhe duke postuar fotografinë e Eglit që ka dalur në Stamboll dhe njëkohësisht edhe fotografinë e zotërisë në fjalë që ka nxjerrur foto nga Stambolli, do të thënë nga i njëjti balkon, gjithashtu edhe nga makina. Bëhet fjalë për djalin e quajtur që tashmë i është bërë emri publik, Endri Topalli. Egli me njëherë pas reagimit, pas publikimit në fakt këtij postimi, ka bërë që të flitet edhe ka folur në fakt për këtë rast. Ajo thotë që ka postuar një fotografi duke thënë shihemi në gjyq, që do të thënë në rastin do ta denoncoj, dhe në shpjegime sipër Egli Tako thotë që unë Endrin, respekt për Endrin sepse pa dashur u bë figurë publike, e kam thot familjar dhe nuk është se kam diçka jashtë saj me Endrin. Do të thënë kjo është një lloj shpifje dhe Egli, edhe pse më herët në fakt ka paralajmëruar që do t'i ndjekën këto shpifjet, do t'u shkon pas, nuk do të toleron që dikush më të shpifën në emrin e saj, dikush më të krijon një lajm të rem apo të dezinformon publikun në emër të saj. Gjithashtu edhe ditën e sotme në emisionin e Wake Upit në mëngjes, Egli Tako foli hapurazi që nuk do të mundet më të toleron njerëz të cilët shpifin dhe mundohen që ta shkatërrojnë identitetin e saj. Egli Tako do të ndjekën një padi kundërdrejt faqes në fjalë, edhe do t'i denoncon sepse personin të cilin ato kanë përmendur nuk ka asnjë lloj lidhje intime me Eglin. Përkundrazi është një personazh i afërt i familjes së Eglit, është një njeri i afërt i rrethit të Eglit dhe është një njeri familjar me Eglin, që kjo është një gjë shumë e madhe. Egli do ta denoncon rastin, me patjetër që do ta ndjekën këtë procedurë, edhe pse Egli tha që në shumicën e rasteve, në fakt e ka thënë edhe më herët, nuk dua ta bëj sepse më duket vetja shumë e ulët të merrem me gjëra të cilat më dëmtojnë mua, por në këtë rast ajo tashmë është e bindur për ta denoncuar. Do të thënë lajmi që ka dalur që Egli është me një të dashur të ri është lajm krejtësisht i rem sepse ka të bën pikërisht për një familjarin e saj.